Mirdita të gjithëve, shpresoj t'jeni mirë. Kush prej jush e gjen se çfarë është ky objekt? E gjeni dot apo ky send, çfarë është? Shumë prej jush padyshim e din, por ata që nuk e njohin, ky është i ashtu quajturi biçaku zvicerian. Biçaku zvicerian që lindi rreth viteve 1800 e ca, 1890. Po unë do t'ju tregoj një histori timen personale që jo vetëm do t'ju mallëngjej, por do gjeni dhe vetveten në këtë histori që do t'ju tregoj unë. Ndiqeni me vëmendje, kush është rastësisht do t'i lutesh aty bëj like faqes si gjithmonë të shihemi sërish, dhe përpara se të shkojmë në punë, dua t'ju tregoj një histori. Atëre, pikë së pari, ky lloj biçaku lindi nga ushtria zviceriane rreth viteve 1880, parafërsisht, sepse 1890, sepse generali kërkoi një thik me palosje dhe fal asaj ide që kërkonte generali, pra një thik me palosje, filluan që bën edhe këtë sendin me të gjitha gjërat brenda. Tani ky është nuk hapet kështu, me një gisht doja të hapja që t'ja u tregoja, po unë do t'ju tregoj historinë. Atëre, në vitin 2010, teksa po udhëtoja, isha me prindrit e mi. Dhe ishte bën një rrugë të gjatë, sepse erdhëm me makinë nga Brindisi. Dhe Brindisi deri në Rom ishin shumë kilometra për pleqt e mi. Dhe gjatë rrugës i mat u ndje keq, bile edhe volli, më falni, por derisa ecëm, sepse kur arritëm në ato kthesat, derisa shkuam në Napoli, nga ato kthesat ai sepse kaluam nga Bari, Napoli, pastaj në Rom. Dhe në përkthesa unë ndje keq. Megjithatë, ndaluam rrugës, ndajtëm pak, një gjysmore, një orë, dhe pastaj u nisëm sërish. E bëra më me ngadalë, sepse ikja pak më shpejt, nuk ikja me shpejtësi të madhe, por më me ngadalë. Dhe kur arritëm në Rom, unë tha, kjo është ere fundi që do vi, sepse nuk e përballoj dot rrugën. I thash, mua më vjen mirë që të vish sërish, i thash plakut, po ti e di, thash. Jo, tha, nuk e përballoj dot. Megjithatë, ishte 80 vjeç po thuaj, dhe shkuam në qendër. Bëm psonisëm disa gjëra, ditën tjetër, nuk diskutohet, morëm disa gjëra dhe shkuam në periferi. Në periferi do të takonim një kushëririn tonë. Dhe gjatë rrugës, kur shkuam në periferi të Romës, në Rieti, pasi bëm disa kilometra, unë dalëm diku, dhe i thash, nuk e di se si ndaluam, edhe thash unë do pim do një gjë, thash unë edhe ishte një tip verande, në rrugë, gjatë rrugës, dhe shikoje horizontin. Dhe ne ulëm kështu për të pirë ndonjë gjë aty te ky bari, ishte vend shumë i bukur, me një kështu lugin poshtë që dukej. Dhe pasi pash që kishte një dyqan frutash, mora një pjepër. E mbaj mend si tani. Mora pjeprin dhe u nisëm. Gjatë rrugës, me se do ta presësh pjeprin, ti tha. Unë të lash, ty tha, se i thashun, s'kemi thik. Me se do ta presësh, ti tha. Do kthej mbrapa, i thashun që ti them ati të lere. Pse, i thash? Po, lere, tha. I thashun, po, shiko, kemi ko akoma. Jo, tha. Kur të duash ta ndalojmë. Dhe, ikëm edhe pak, edhe ndaluam diku tjetë, sepse kishte shumë kthesa. Prandaj u tregova pjesën e parë, sepse derisa të vej në Rieti, gjitha ato kthesa i nuk i përballon dot, kështu që ndalonim her pas here. Dhe
ndajtëm në një vend, ishte një vend fantastik, shumë i bukur se ai vend i parë. Edhe babi nxori këtë biçakun. Do t'jap një biçak tha, edhe do ta mbash tha në makinë, jo në xhep. Në makinë tha. Se ti në xhep tha, nuk je si puna jon tha. Që ti ndryshon xhaketat dhe ato veshje tha çdo javë. Kështu që ti tha do ta harrosh në një xhep, edhe do ta humbasësh. Por ti tha do ta lesh në makinë. Dhe sa herë që të duhet ta e ke atje tha. Ky është shumë i nevojshëm, dhe sa herë tha që të duhet ta mos e vën në vende që nuk duket, por vën në një vend ta që ta kesh pranë, që ta shikosh dhe ta kesh pranë dorës. Dhe që në vitin 2010, çfarë do lloj makine unë ndryshoj, ky biçak rri gjithmonë këtu. Kam gjithë këto sende këtu. Edhe një palë syze se na duhen edhe këto syze, kemi çdo gjë këtu, por ky biçaku nuk ikën kurr nga ana e majtimja, sepse andaj nuk e vë kurr, po e vë këtu. Pra, sa herë që më nevojitet për çdo gjë është mjaft i dobishëm, sinqerisht. Me një fjalë, sa herë që un kam nevojë për një frut, bile ndonjëherë kemi patur raste për shembull që jemi gjendur në një në një trafik, karavan. Disa herë me orë të tëra, të qëndrosh në një vend me orë të tëra. Dhe ndonjëherë gjen ndonjë diçka, për shembull ke ndonjë diçka me vete ose shkon në një supermarket dhe nuk ke një gjë të tillë, me fjalë që të presësh bukën, të bësh një panino apo ku ta di unë. Por edhe për fruta, siç ju thash, për çdo gjë. Pra, një biçak i tillë që ka çdo gjë brenda. Mbaj mend një herë tjetër kur ishim me një grup shokësh në të punës dhe kur isha tek produksioni i parë, që nuk isha pjesëtar i produksionit. Dhe shkuam në një vilë që e kishte njëri nga këta dhe ishte në mes të pyjeve kjo vilë. Zakonisht shkonin njerë në 4 muaj, në 5 muaj te kjo vilë. Kishte drita, kishte ujë, çdo gjë, okay? Sepse i kishte të vetat me gjenerator, okay? Dhe nuk kishte një hapse si kjo. Nuk kishte një hapse, sepse ishte thyer aty hapsja, kishte dal nga vendi ajo dhe nuk kishte një hapse si kjo. Dhe mes të gjithëve, duke bërë shaka, kjo para disa viteve kjo, baba im më ka lënë në vitin 2012, kështu që pas 2 viteve që më dhuroi këtë, kështu do ta mbaj mend për tërë jetën këtë, dhe nuk do e harroj kurrë, por për më tepër do ta mbaj gjithmonë në makinë. Por po thosha, kur u thash këtyre shokëve, u ngrita në këmbë, prisa, Magua thaj, do bëj ndonjë magji, Magua tani do ta gjeta. Magua na bëj ndonjë magji. Mirë thash, prisni një sekondë, do ta bëj unë magjin. Shkoj në makinë, mora këtë, edhe e hapa. Nuk hapet, është e rënd, ja një sekundë. E hapa. Është diçka serioze kjo, Dhe kjo hapsja, hapëm verën atë mbrëmje që s'kishim si ta hapnim. E provuam të gjithë. Bile e qëllonim me kështu tek muri me një peshqir. Gurëm peshqirin dhe qëllonim tek muri që të dilte tapa, ishte e pamundur. Dhe ky biçaku më zgjidhi problemin. Ky. Po ta shikoni, ky çdo cep që ka, çdo gjë që ka, është vërtet i fortë. Është vërtet i fortë. Thash, ky u zbulua ose u krijua nga ushtria zviceriane në vitin 1890, por që atëre deri sot ka shitur miliarda nga këto. Mos gaboj, rreth 2 miliard një gjë e tillë nga këta. Po. Dhe është një shifër maramëndse, sa shumë kanë shitur. Dhe po thoshja që një objekt i tillë, një send i tillë, më zgjidh ndonjëherë probleme, sepse këtu ka thikën. Këtu ka këtë, si thon për vidat, këtu ka hapjen, ka
edhe jetra funksione. Nuk diskutohet që linden edhe ato të tjerat më vonë, që janë pas viteve 1900, që janë, ka edhe më shumë, janë më të trasha, kanë pinca e tjerë. Po kjo është ajo e para e Zvicrës, dhe kjo mbahet mend nga të gjithë, pastaj edhe të tjerët kopjuan, si kjo, por kjo është numër 1. Kështu që doja t'ju pyesje tani, përveç kësaj historie mallëngjyese, çfarë sendi keni ju që ju ka falur babai, nëna gjatë jetës suaj që ju e mbani? A keni një send? Unë thash për këtë, po dikush nga ju mund të ketë sende të tjera. Çfarë do lloj sendi? A e mbani me vete? Ku e mbani? A e mbani në makinë, e mbani në për xhepa, e mbani në shtëpi? Çfarë sendi është dhe nëse mbani një send të tillë? Pra, çfarë do lloj qoftë, i babait apo i nënës? Që t'i kujtojmë, sepse është gjë e bukur, t'i kujtojmë jo vetëm sendet, por edhe prindërit tanë. Ata që janë gjallë dhe ata që nuk janë më, t'i kujtojmë. Kështu që kalofshi një ditë bukur dhe doja t'ja u thoshe, sepse sot edhe sot më zgjidhi një problem. Kisha marrë një, se unë ha 3 arra në mëngjes, do ja u them tani, ha 3 arra në mëngjes, është një truk që bëhet për t'u dobësuar, dhe nuk po e hapja dot njërën prej tyre, sepse i thyej me styre, nuk po e hapja dot dhe me atë e hapa, pra me biçak, me majën e biçakut, tak, e hapa. Kam mbetur një tani, sepse du i hëngra. Kështu që kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj dhe pres komentet tuaja se çfarë sendi keni ju nga prindrit tuaj dhe ku e mbani. Kalofshi një ditë bukur dhe t'i përshëndesim prindrit tanë. I përqafojmë kudo që janë.